Zjedin Sela, lideri i Aleancës për Shqiptarët, pjesë e Frontit Evropian, është shprehur kundër sistemit zgjedhor me një njësi zgjedhore për zgjedhjet parlamentare dhe vlerëson se një sistem i tillë do të ishte i dëmshëm për shqiptarët, sepse nuk është pjesë e popullatës në zonën lindore të shtetit dhe nuk mund të kontrollohet procesi, thotë Zjedin Sela. Dalja e njësive zgjedhore duhet të kenë parasysh disa elemente. Një shtet edhe organizimin shtetëror që bën, por edhe njësi zgjedhore, duhet të ketë parasysh, duhet pat parasysh ndarja demografike që ka një shtet. Shtrira e bërësive etnike në kuadër të shtetit. Shtrira e subjekteve politike në kuadër të shtetit dhe njësive zgjedhore. Për sa kohë subjektet politike shqiptare janë inexistente në Maqedoninë Lindore, është tepër gabim që bëhet një njësi zgjedhore, sepse kjo do të krijon të kushte dhe mundësi për manipulim të zgjedhjeve dhe fatkeqësisht më shoh që me këtë propozim po tentohet ndrydhja e numrit të deputetëve shqiptar. Në funksion të kësaj ka qenë deklarata e Pavlot të Trajanovit që dikur deklaronte që numri i deputetëve të jetë 80-90 apo ju kujtohet. Pastaj njësi zgjedhore duhet i përshtaten edhe nevojave ekonomike, specifikave ekonomike që i ka një vend. Apo në qoftë se duam që të ndërtojmë një sistem efikas dhe një përfaqësim. Natyrisht, në qoftë se kemi parasysh edhe koncentrimin e popullsisë, shprazjen e shumë vendeve të cilët janë kushtimisht thënë të provincave dhe koncentrimin brenda për brenda vetëm në Shkup, atëherë kjo njësi zgjedhore do t'i bënte të marginalizuar një njësi zgjedhore, kur unë po flas qytetet e vogla, vendbanimet e vogla dhe këto nuk quhet realisht përfaqësim. Po, Aleanca për Shqiptarët ka propozimin e vet, dhe ky propozim është që të ketë 8 njësi zgjedhore. Po atë sa janë rajonet për zhvillim të barabartë ekonomik, rajonet të cilat janë ndarë në bazë të një studimi ekspertësh. Dhe nëpërmjet këtyre rajoneve, dhe jo çdo rajon do të kishte numrin e njëjtë të deputetëve, kjo do të shkojë në bazë të numrit të përgjithshëm të popullatës, sepse duhet ta themi edhe një të vërtetë. Me të vërtetë zgjedhësit janë ato që zgjedhin deputetin ose partinë fjalë ose kryetarin, por ky zgjedhur natyrisht që përfaqëson dhe bën politika për gjithë popullatën. Që si kriter bazë duhet të jetë numri i përgjithshëm i popullatës në ato njësi zgjedhore. Për rezultat, në bazë të disa analizave që i kemi bërë, rajoni Shkupit do prodhonte më tepër deputet, diku ke 31, 32, rajoni Ipollogut do të prodhonte diku ke 21 ose 22 deputet, rajoni Jug Lindor do të prodhonte 14-15, rajoni Bardarit do të prodhonte 8 deputet, ky është numri i popullsisë, dhe nga ana tjetër, në këtë formë do të krijoheshin mundësitë që këto deputet që do të vinë nga ato rajone të merren me specifikat ekonomike që i kanë ata rajone. Për shembull, rajoni i Rrugës Ohrit ose Jug Lindor i specifik ka turizmi dhe këto deputet do të merreshin me turizmin dhe do të luftonin që të nxisin më tepër politika zhvillimore në aspekt turizmi, ashtu si Ipollogu për shembull ka turizmin dhe bujqësinë. Dhe këto do të merreshin më tepër me këto lloj politikash etj.